Një lopë që gërvisht shpinën me shkop ka bërë që shkencëtarët të rishikojnë idenë tonë për inteligjencën e kafshëve të bujqësisë. Veronika, një lopë brown swiss nga Austria, është rasti i pari dokumentuar i një lope që përdor një vegël për të gërvishtur veten. Ajo jo vetëm që ka mësuar të përdor shkopin me qëllim, por edhe të zgjedh pjesë të ndryshme të tij për zona të ndryshme të trupit. Fermieri i saj që e ka pasur për mbi 10 vjet, thot se Veronika njeh zërat e familjarëve dhe vrapon drejt tyre kur e thrasin. Inteligjenca e saj e ka manitur prej vitesh. Sjellja u filmua dhe u analizua nga shkencëtar të Universitetit Veterinar në Vjenë. Testet treguan se përdorimi i shkopit nuk ishte rastësor, por i qëndrueshëm, i përshtatur dhe fleksibil. Sipas studiuesve, Veronika jo vetëm përdor një objekt, por parashikon rezultatin e veprimeve të saj dhe rregullon lëvizjet sipas nevojës, një aftësi e rrallë e dokumentuar zakonisht vetëm te pak specie. Ky studim sugjeron se lopët mund të jenë shumë më inteligjente se sa kemi menduar dhe se ndoshta problemi nuk është mungesa e aftësive të tyre, por mungesa e vëzhgimit tonë.